institucion, për herë të parë e lansojmë platformën Open Data. Kjo platformë ka qenë kërkesë e kahmëshme edhe e shoqërisë civile dhe mediave për të pasur qasje më të lehtë në informatat që posedon agjencia. Kryesisht në informatat që posedojmë për sa i përket deklarimit të pasurisë, sepse ato kanë qenë më të kërkuarat për të përpunuar qoftë për efekte studimi nga shoqëria civile, po ashtu edhe për studime që mund të bëjnë mediumet caktuara apo edhe studius caktuar nga akademia për qëllime të tyre akademike. Sot e shënojmë arritjen e një standardi të ri, standardi i cili agjencia është zotuar edhe para OGP-s që do ta krijojë brenda këtij viti. Përveç që dhënat do të jenë të hapura, ne kemi përfunduar edhe mekanizmin e ndërlidhjes direkte ku OJC të caktuara, mediumet caktuara nëse ka ndonjë platformë që don të përpunojnë në mënyrë automatike dhënat e agjencisë, mund të kërkojnë qasje, do të shkryojë mekanizmi API, ku me kërkesë në agjenci ju kryet qasja për një afat të caktuar, qoftë në vit 2 apo tjera, ku i pranojnë në mënyrë automatike secilin përbitësim të dhënave që e prezanton agjencia. Standardi i dhënave të hapura është standard i transparencës, është standard i afërsisë së agjencisë me qytetarin. Ky mekanizëm ju lehtëson mjaft shumë, po besojmë gjithë interesuarve për të pranuar të dhënat, jo tashmë vetëm në formatin PDF, po në formatet të cilat janë ose Excel apo CSV të tjerë, të cilët janë lehtë të përpunueshëm nga ta. Edhe për agjencinë do të ndihmojë kjo, sepse do ta lehtësojmë, po besojmë nevojën për komunikim dhe kërkesa direkte nga secili qytetar apo medium apo OJC, sepse dhënat tashmë do të jenë të lehtësisht të qasshme dhe të përpunueshme. Platforma Open Data është zhvilluar në teknologjitë në fundit të Microsoftit, .NET Core, dhe ka një database të integruar e cila po ashtu është teknologjia e Microsoftit SQL Server. Të dhënat në platformën Open Data merren në mënyrë njëkohore ose një drejtimshë nga databaza e deklarimit të pasurisë, do të thotë sipas standardit që vendos agjencia një herë në javë ose një herë muaj përditësohen dhënat, por ju do ta keni çdo herë pamjen kur është bërë përditësimi i fundit të dhënave të deklarimit të pasurisë. Platforma mundëson shkarkimin e deklarimeve të pasurisë për secilin subjekt deklarues, qoftë individualisht një deklarim të pasurisë, qoftë të gjitha deklarimeve për personin e fjalë, po ashtu mundëson edhe filtra të ndryshëm bazë të institucioneve, funksioneve ose për të gjithë zyrtarët publik. Shkarkimi i deklarimeve ose regjistrave të deklarimit bëhet në 3 formate, formatin PDF, që ka qenë standardi drejtashëm i agjencisë, formatin Excel edhe formatin CSV file. Në vitin aktual, vitin 2026, në platformë ekzistojnë 12.791 deklarime, ndërsa në total janë 44.641 deklarime. Arsyeja pse është ky numër është për arsye se aktualisht në platformë i kemi vendosur deklarimet që nga viti 2023 deri me ditën e djeshit. Ndërsa të dhënat e deklarimeve të pasurisë para vitit 2023 së shpejti do të updatohen dhe do të azhurnohen në platformë dhe do të jenë të gjitha dhënat që nga viti 2011. Shifet numri 10.766 paraqet numrin e zyrtarëve të lartë publik ose subjekteve deklaruese që janë aktiv në deklarimin e pasurisë aktualisht. Domethënë 10.767 zyrtarë publik aktualisht janë subjekte deklaruese në Kosovë. Kemi 3 gjuhë në të cilat paraqiten të dhënat e regjistrave të deklarimit të pasurisë, gjuha shqipe, gjuha angleze dhe gjuha serbe.